Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës, ku një grua ka humbur jetën pasi dyshohet se u qellua me armëzjarri nga bashkëshorti i saj. Ngjarja është regjistruar rreth orës 13:30 në lagjen Mark Lula në Unazën lindore të qytetit. Sipas informacioneve paraprake të policisë, shtetasi me iniciale SZ 62 vjeç dyshohet se ka qelluar me armë gjahu bashkëshorten e tij, shtetasen me iniciale BZ rreth 55 vjeç, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar, i cili është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale. Në vendin e ngjarjes është sekuestruar edhe arma e zjarrit, e cila dyshohet se është përdorur në kryerjen e krimit. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja dyshohet se ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta mes çiftit, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur dinamikën e plotë të saj. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon mbledhjen e provave dhe marrje në pyetje të personave që mund të kenë ndjeni për rrethanat e krimit.